Mos hani më mishderi dhe ja sepse. E kam thënë disa herë këtë, por sot duhet të flas haptazi në mënyrë që dhe rrjedhshëm, në mënyrë që ta kuptoni sepse ka disa gjëra të rëndësishme që janë zbuluar por nuk bëhen publike. Dhe do t'ju them se përse. Kush është Rasili i Belaj faqes që jemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashk. Në vitin 2013 është bërë një studim që është vërtetuar shkencërisht që mishi i derrit vret, dëmton. Sepse duhet të dini që sido që ta gatuani, përbërësit që ka dhe gjaku që ka brenda sa do që ta gatuani, ato mbeten aty. Në vit vdesin rreth 50.000 njerëz nga konsumimi i mishit të derrit. Dëgjohet mirë, kjo është shkencore, por nuk u bë publike në vitin 2013. Sepse do t'ju them se përse. Në vitin 2017 u bë një tjetër studim. Dhe kësaj radhe studimi ishte më i zgjeruar. Dhe çuditërisht, edhe ky studim doli eksakt. Tani do t'ju them se përse herën e parë nuk u bë publik, sepse u hodhën që të gjithë ata që bëjnë prodhimin e mishit. E dini se sa mish prodhohet në vit? Vriten 1,5 miliard derra çdo vit. T'ja u përsëris prap? Në vit vriten, pra për mish, për të ngrënë njeriu, 1,5 miliard derra çdo vit. Bile thuhet që janë më shumë, por këto janë ato statistikat që dalin publikisht. Dhe e dini se ku shkojnë gjitha këto? Janë skorje që futen në trupin tonë. Dhe disa, për shembull, besimi islam nuk e pranon derrin për disa arsye. Dhe për mendimin tim kanë të drejtë. Këtu nuk kemi të bëjmë me besimet fetare dhe po flasim besimet fetare. Këtu flasim për diçka shkencore. Dhe unë them që kanë të drejtë. Kanë të drejtë sepse në radhë të parë deri ka përbërjen po thuaj organet njësoj si njeriu. Por edhe pse sepse dikur e klasifikonin si të pist dhe dikush nuk e hante. Por do t'i them që në Egjiptin e lashtë derrat nderoheshin. Bile me kalimin e kohës duhet të dini që derri është zbutur aty nga vitet 8.000 vite më parë në Kinë, për herë të parë, të paktën kështu thuhet, sepse më përpara ka qenë derri i egër. Dhe me kalimin e kohës ai u zbut dhe u bë si çdo gjë që nëse fillon edhe rrisë bashku me njeriu krijon probleme. Ashtu siç edhe kafshët, që nëse i mëson shumë kafshët, ato çmenden. Njësoj është edhe derri. Tani këtu nuk bëhet fjalë sepse rri bashkë me njeriu dhe çmendet. Jo. Studimi është një studim shkencor. Bile do t'ju them, në vitin 2019 u bë një tjetër studim, sepse u hodhën përfyti ata që animalistët dhe të gjithë ata që prodhojnë mishin e derrit kundër këtyre biologëve, sepse ishin një grup biologësh që thonë që shiko se bën dëm. Dhe e pan edhe njerë në mënyrë shkencore në laborator se sa dëm e krijon. Dhe në vitin 2019 dolën rezultatet e fundit dhe ato më komplete. Si përfundim, shkaku kryesor i disa problemeve kancerogjene dhe kardiovaskulare vijnë pikërisht nga mishi i kuq dhe mishi i derrit. Por mishi i derrit është ka edhe dhjambra. Kështu që përveç se ne ham mishin, ham edhe dhjambrat. Dhjambrat sidoqoftë futen në organizmin ton. Tani nuk është vetëm problemi i sëmundjeve. Këtu është edhe problemi i sëmundjeve që mund të shkaktojnë në trupin e njeriut, por edhe problemi i lindjeve të disa patologjive që kanë kafshët. Dhe që ne nuk i dim fare. Nuk i njohim, se si do ta njohësh ti. Ti duhet të jesh një biolog, duhet të kesh një laborator që ta njohësh. Dhe nuk mundesh. Ka pak herë, po bëja 2 hapa dhe po thosha, nuk mundesh. Kështu që këto që ju thash janë studime që janë bërë prej vitesh, por siç ju thash, konsumimi i mishit të derrit janë miliarda dollar në mbar botën, që shumë njerëz mendojnë që jo se janë pallavra. Jo. Pikërisht ata që bëjnë prodhimin e mishit nuk duan që ti të njohësh këto informacione. Sepse ku do mbahet ekonomia? Si do mbahet ekonomia? Ekonomia botërore mbahet që ti duke bler mishin edhe duke bler ilaçe. Këto janë 2 gjërat më kryesore. Pra unë e them për të mirën tuaj. Ja përsëris edhe një herë se kam thënë disa herë se më pyesin ndonjëherë po ti e ha mishin, ka vite që unë e kam reduktuar, po thuaj një herë në kaq kohë qoftë se po bëhem vegetarian.
Tani, trupi im ka kohë që është ambientuar me këtë dhe për sidoqoftë unë e kam reduktuar ndjeshëm mishin e derrit. Megjithatë, në këto studime që janë bërë, që i gjeni gjithandej, pra rreth 50.000 njerëz vdesin çdo vit nga sëmundje të ndryshme të shkaktuara pikërisht nga mishi i derrit, por një pjesë prej tyre që nuk e din fare dhe që as studiuesit nuk e din, mund të jenë patologji të ndryshme që i ka, ose viruset të ndryshme që i ka mishi i derrit ose që i ka vetë derri, dhe ti nuk e di, që janë nuk janë të rënda, por me kalimin e kohës ato shkaktojnë efektin domino, të quajtur kështu, pra efektin domino që prek disa organe të trupit njeriut. Dhe këto, pastaj me kalimin e kohës, i shkaktojnë sëmundje të rënda. Pra përveç sëmundjeve kronike, që mund të jenë dhe sëmundje kronike, sëmundje banale, por që i përcjellin gjatë gjithë jetës, por mund të krijojnë edhe probleme të rënda, si për shembull kanceri ose ku ta di unë. Jam i detyruar që po e them, sepse shpesh më pyesin po mirë, sepse pash disa komente në videon e mëparshme që kishim bërë me fjalë për sa i përket këtij argumenti, dhe disa thonë po ne çfarë do ham? Mos e hani, për veten tuaj e them. Sepse dikush thotë unë si do çfarë do ham ne? Tani do ju them të fundit fare që ta mbani mend këtë, sepse e kam thënë para një viti, por mbajeni mend, shumë shpejt mishi nuk do konsumohet fare, sepse billi me shokët tani kanë filluar që po prodhojnë mishin sintetik. Dhe me kalimin e kohës ne po e ham një pjesë të tyre sepse po ham insekte, por me kalimin e kohës nuk do ham më mish sepse do ndalohet kategorikisht dhe do ham mish sintetik. Me fjalë kush do ta haj, unë as më intereson fare, por që mishi sintetik që nuk ka asgjë me pak fjalë, që sidoqoftë është e njëjta gjë, por e bën në mënyrë laboratorike, që është më keq se ky që ham. Megjithatë e bëjnë, nuk e di pse e bëjnë, por kështu kanë vendosur dhe kështu do ta bëjmë, ne do ta bëjnë dhe kështu ne nuk vendosim dot asgjë. Unë ja u thash që të ambientohet trupi juaj sepse duke e lënë mishin menjëherë, si çdo gjë që ti e lë menjëherë, krijon probleme në trup, kështu që ta lësh gradualisht nuk është keq. Edhe për veten tuaj, sepse sidoqoftë ti ha dikë tjetër, dhe ai nëse ka çdo lloj sëmundje, ti ha dhe ke brenda teje. Kaq ju thash, kaq njoh dhe nëse ju mendoni që unë gaboj, do pres komentet tuaja. Kush është ekspert tu do dëshiroja një komentin e tij. Bile po shtoj diçka. Për shembull, nëse ju është ngulitur në tru, në këtë rast për shembull që doni mish me ses bëni atë që bëj unë. Esni 2 hapa në natyrë dhe do e harroni. Ose edhe dikush për shembull që ishte ngulitur në tru, një vajzë, një djalë apo ku ta di unë. Ose tani diçka, ose të vishni diçka që është ngulitur dhe nuk mund ta blini dot, diçka që është ngulitur në mendjen tuaj, nëse ju dilni dhe bëni 2 hapa, do shikoni që ajo largohet, ai mendim. Përveç se largohet, ju liron. Pra ecja në natyrë ju liron. Dhe në këtë rast, siç u thash, nëse ju është ngulitur në tru që doni të hani mish se s'bën, mos e hani. Nëse doni të hani kaq shumë, mos e hani, fye jeni atë, është për të mirën tuaj. Bëni 2 hapa në natyrë dhe do ta shikoni që është më mirë. Pse? Sepse në radhë të parë njëherë ju relakson ecja në natyrë. Ju bën që të ndjeni më mirë, e harroni atë pjesë, pra për sa i përket ngrënies, për më tepër shëndeti juaj do jetë shumë herë më i mirë, sepse ju ndihmon në qarkullimin e gjakut, ju ndihmon në frymarrje, ju ndihmon në çdo gjë. Ecja, nëse mbani mend të shtunat e diela unë ec gjithmonë. E keni parë apo jo? Kështu që të shtunat e diela edhe ju filloni që testi. Direkt ka nga ju që ecin edhe gjatë çdo dite. Kështu që ju uroj një ditë të këndshme edhe një mbrëmje të këndshme dhe mos harroni që këto informacione i gjeni gjithandej. Unë jam thjesht vetëm ndes shkëndijën, jam këtu për të diskutuar së bashku në mënyrë që ndihmojmë njëri tjetrin me aq sa mundemi. Ju përshëndes. Përqafoj.